Pas daljes nga Big Brother VIP Albania, Gjesti ka nisur koncertet në të gjitha trevat shqiptare. Së fundmi në një nga klubet më të njohura të shqiptarëve në Linz, Austri, i gjithë publiku ka vënë re nervozizmin e tij në skenë. Gjatë performancës, ndodhi një moment i pazakontë që shkaktoi tensione në skenë. DJ personali i Gjestit vendosi në sfond këngën U Halite, një këngë që reperi nuk e ka interpretuar asnjëherë në koncertet e tij. Sipas asaj që ka thënë, arsyeja për këtë është shumë personale. U Halite i kujton një periudhë të vështirë dhe depresive të jetës së tij, për të cilën ka folur publikisht gjatë pjesëmarrjes në Big Brother VIP Kosova dhe Albania. Pasi u vure nervozizmi i tij, Gjesti nuk reagoi ashpër, por atmosfera u ndal për disa minuta. Pas qetësimit të situatës, DJ-i i tij vendosi hitin e njohur të reperit HMM, i cili ka arritur mbi 22 milion klikime në platformën YouTube. Gjesti arriti ta tejkalojë këtë moment dhe vazhdoi performancën, por publikut nuk i shpëtoi gjithçka që ndodhi mes tij dhe DJ-it. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.